Kam pritur turist nga gjithë bota, deri nga Argentina, Australia. Fillimisht nuk dija të flisja asnjë fjalë. Tani unë komunikoj më shumë anglisht. Jam shumë e kënaqur prej kosovarëve. Unë e kam ndërtuar jetën këtu kam jetuar. Fillimisht kam jetuar në shtëpitë e prindërve, sa bëra këtë shtëpinë këtu. Bëra shumë vite aty, në 97-ën kam ardhur te shtëpitë e mia. Këto i ndërtova që në 97-ën, kemi filluar nga themelet. Kemi filluar që kur kam lind çunin e madh. Domethënë në 88-ën ka lindur çuni, që hera kam filluar dhe avash e kam ndërtuar gjithmonë. Shtëpia private nuk mbaron asnjëherë, gjithmonë kërkon investim. Edhe nxjerr lekë dhe ndërtoj me fjalë. Këtu tani e kam vënë në booking, kish një vit para pandemisë. Kam pritur turist nga gjithë bota, deri nga Argentina, Australia, Filipinet, Amerika. Unë kam një libër për shqipje, që këto që thonë nuk janë gënjeshta, mund t'i shohësh vetë, sepse të tërë kanë shkruar në gjuhën e tyre dhe nga janë. Ka njerëz që kanë ardhur nga diherë, kërkojnë të vinë përsëri, domethënë. Unë u ofroj veç fjetjes kushtet mundohemi të përmirësojmë, të gjitha me uales, me kondicioner, ajër të kondicionuar, dhoma të pastra, jap 3 apartamente, kanë një kuzhinë të vogël brenda, ato lart, kati lart, nësa kati poshtë, ka një kuzhinë të madhe. Unë ofroj mëngjesin, që e veçantë, që mundohem që mos të bëj të njëjtën menu çdo ditë. Nga prodhimet e kopshit tim, u bëjt ushqim bio me një fjalë. Në tetor, në Ndorë, për shembull, që janë restorante të mbyllur, unë u bëj dhe darkën. U servir dhe darkën. Këtë nuk e bëj gjithmonë në gjatë verës, unë jam shumë e ngarkuar, se arrin dhe 20 veta në apartamentin që akomodohen. Kështu që unë nuk mundem t'i bëj të gjitha gjërat. Sot, për shembull, kisha 15 veta. Dhe 6 veta ishin katalanas, dhe 9 veta janë çek. Për mëngjes, ditën e parë u bëj petulla, ditën tjetër u bëj omelet me speca, hedh karrot, qep. I shikoj dhe në internet këto me ushqime bio. Njerua bëj me patate, njerua kam bërë me koklakra, me kunguj, domethënë asnjëherë nuk krepe nuk bëj asnjëherë të njëjtën gjë. Kur janë për shumë ditë. Kur janë për shumë ditë në mënyrë që të provojnë ushqime të ndryshme. E veçanta është se unë gatoj gjithmonë me vaj ulliri, nuk përdor vaj tjetër. Vetëm ndonjë petull mund ta skuq me vaj kikirik, se vetë e rëndën vaj ullirit, por të tjerat unë i gatoj me vaj ulliri. Unë flas anglisht. E kam mësuar, e kam filluar fillimisht me italian, isha 33 vjeçe, që në 93-shin, erdhën italian nga Reggio Emilia Puglia, nga Reggio Emilia Modena, sollën ujin i Qeparo. Dhe unë pata të shtëpitë e prindërve të mi, 20 ditë qëndronin, atyre u bëja mëngjes, direkt darkë. Dhe shërbimet u bëja të gjitha unë, kuptohet që në atë kohë nuk e kishin të gjitha konditat. Ne kishim një banjë të thjesht, alla turka i thoshim ne hera, jo nga këto banjat janë, si që janë tani me ullje. Kishim dhe një dush me korrent, të bërë me korrent, nuk ishin ardhur akoma këto korrentet nga jashtë, me korrent të sajuar këtu nga një mekanik i fshatit. Edhe bëja dhe bukën vetë, se nuk ishte dhe fura e bukës nuk funksiononte. Këtë veprim unë e bëra 20 ditë. Fillimisht nuk dija të flisja asnjë fjalë. Edhe më pyetën në një moment, çfarë më shishki? Nuk fillova të bëja shenjat e kafshëve. Mu me një fjalë, jo. Pastaj fillova avash. Fillova lexoja për alla, marrja i përktheja me fjalor. Vetëm kisha iniciativë të flisja, dhe të flisja keq unë flisja. Ndonjëherë qeshnin me mua, po unë s'kisha ç'bëja, pranoja dhe të qeshnin. Tani unë komunikoj më shumë anglisht. U futa pastaj në 95-ën erdhi një profesor nga Anglia, një Robert. Edhe fillova të mësoj anglisht. Fati ishte se unë në shtëpinë time strehova një ditë që merreshin me turista, me agjenci turistike. Ata sot janë në Amerikë dhe unë, edhe pse i kisha fëmijët e vegjël, i nxirja fjalët që si dija, fillova me seshull 1, seshull 2, vajta deri te 3. Po të them të drejtën më shumë e kam profesionuar duke folur tani, gjithmonë flas me ta. Edhe ka fjalë që nuk e di. Në një moment më kërkojnë atë cigaretën, si thomi ne, i pjatancë për të shkuar cigaret. Më thotë mua më jep ashtrar. Kush është ashtrar, pastaj e fiksova. Edhe çdo ditë mësoj nga një fjalë
I fiksoj, kujtesin e kam të mirë. Po me bashkëshortin dhe një djalë e kam këtu, ndërsa njërin djalë e kam në Greqi. Kanë qenë 3 vjeç dhe 6 vjeç që i kanë filluar turizmi, dhe sot janë 36 dhe 38 vjeç. Po t'i lëshoj njeriu dhe ne ndërtuam jetën këtu. Kishin fëmijët e vegjël, burri që veterineru, isha agronom, ishim të dy me shkollë të lartë. Punova deri në 17 në arsim, shkollat u mbyllën, ku të punoja s'kisha dhe në Himar ishe larg. Jo që pastaj këtu duhet të bëheshe me një parti që të filloje punë, ndryshe nuk filloje punë. Kështu ka funksionuar këto 35 vjet. Po ishe me një parti, tani jam mosh pensioni. Punova një 7 muaj në bashkia, ajo që e puna ime, edhe ato nuk u paguam plotësisht, ato lek nuk i morëm kurrë, sepse bashkia nuk ish këto të ardhura që ka sot. Im shoqë veteriner, im shoqë punoj, doli në pension veteriner, në atë që kishte mbaruar, në departamentin e bujqësisë në Vlorë. Tani punojmë për vete, menaxhoja shtëpinë e prindërve. Para, domethënë 3 vjet kam që kam heq do nga shtëpia e prindërve, kam prit shumë turist, deri dhe Katyusha Jashari ka ardhur te shtëpitë mia, te shtëpitë e prindërve të mi në anë të detit, Kembajmon. Plot vinë dhe kosovar. Në kohën e pandemisë, shtëpia ime u mbush me kosovar. Dhe ishin shumë të mirë. Ndoshta nuk e di, ke inteligjenca e Kosovës që erdhi këtu, nuk e di, tek shtëpia ime kanë ardhur njerëz shumë të mirë. Jam shumë e kënaqur prej kosovarëve. Unë jam Sotire Jovani, mirëpres turist në Belvedere Adriatika, Qeparo.